Jeni çmon të gjithë, Jo. Unë, po se keni kap aty, nuk e di ku ka qenë mikrofoni im. Po unë i kam thonë Andreas që fillim që ti e ke po. Kjo dyshuar të Andrea Erandi. Jo, s'kam dyshuar, kam qenë i sigurt, po pastaj kur fillojnë gjërat bëhe kështu dhash do jetë me urdhrin tuaj edhe nuk u mora mo me atë punë se po kush guxon me bë gjona, e kupton patjetër që ka bekimin e agajt. Kështu që Ju i keni përgjegjësinë vetë për çfarë bëni aty? jo, se në qoftë se janë iniciativa personale, Personale totale. Më besoj Erand. Për këtë e kishim. jo, ne O Elinara Hami, si ishte Alba? po shiko ke hudhrat, unë e mendova shumë mirë që ku duhet i shkoj menja ke hudhrat. Luana, Po, Luana, unë do shta me thonë se shumica kanë menut që e kom bëone, por realisht tash po shihet që se kom bëone, po unë e kom ditë që e ka bo Andrea, edhe i kom thonë Estirit, nuk e dia u konë Estiria ku shukon tavolin ku hajnë buk. Tash, masi që erdhe Andrea dhe s'pora agën, as nuk po thot kur gjo, tash kjo është 100% që e ka bo. Edhe unë e du kërkim faljem prej Estirit, se më ka thonë kome ta bo publike. po Ester. falje yllit këtu të gjithë, se ja premtova, në qoftë se këtyra e yllit nuk do të ditë aty duke e bërë këtë gjën. Jenë rregull, thëmë. Edhe një puthje tani. Luana? Jo. Luana? Në faqe. Jo, puthje, jo. Luana? Luana? Edhe një gjë, Luana. O Luana? Po, Ester. One kishë se nuk është dhënë pjesa aty, po unë isha të krevati me këto të dyja, si mami, edhe i thosha vdeksha mami për ju mos e bëni, se do zjeni me gjithë edhe për peshqirat, edhe ajo, aty, ajo e dha iden edhe thoshte, prandaj kam bërë ftyrën ashtu se tha, kam unë një ide, tha, peshqira. Casey, a? Kese. Sa Nuri, do bëjmë gjithonte se po rrim kosi, sa shumë, ja të mendohem, edhe po mendojsha edhe i tha, sa në këto që do bëjmë, i thashëm peshqirat e Lirnarës dhe Erandi do iki truri komplet. Dhe ne dolëm tim qefnim edhe i quam në një vënd tjetër, por Nuri tha që jo, tha nuk dojmë qefim aty se nuk doj gjenë dot edhe se unë doja t'i lija deri të hënën pa larë gjithë. E prishi planin. E prishi planin Nuri dhe i mori peshqirat dhe na ndryshoi vendin dhe Dardana shkoi mori peshqirin edhe zbuloi se ku i kishim. Por gjithë ata që nuk e din Dardana është qeni, se mos mendoni kemi futi këtë se kemi publikuar. Luana? Jeni mërzitur me gocat. Luana? Ja Dardana, e ka zënë gjumi. Hëmbi Nur. Po Nur, po. Tjetër të lutem. Une kisha një pjesë që kur usqova në mëngjes, Iliriona i shkon shumë nervoz, edhe tha, Elinara më fal, i shkon shumë nervoz, edhe tha, në prime, qaj person që ma ka marë mu peshkirin, unë kam e shku krejt teshat, kam ja nuk një nga një, edhe unë e shatë të shiku ku më shku në tesh. Elinara, je mërzitur me gocat? Shiko, jo, me qënë që ka me urdhër tuaj, jam shumë e knaqër unë, se tani të presin nga mua këto. Qa do t'ju bëj? Luana, jam kurioze, Frederiku, a ma ka mbajt fjallën. Nuk të dëgjova? Jam kurioze, Frederiku, a ma ka mbajt fjallën. Frederik? Kam shku e kam dhanë departamentin e... Që duhet të japësh? Ku është departamenti? Bravo. Levit. Kam thonë që Alba ka dëshirë me ken ai që jam unë sonde e këtë fjallë. Unë jam fermeri, kështu që ajo kishte dëshirë. Vetëm për një ditë? Imagjino me adhan... A do ma plotësosh tani ti mua dëshirën për një ditë me që se plotsoj peskapica? 1 milion vjet jo. Si? A, këtu preve mbes tani? Rrëdhe? Po. Imagina me dhanë saj motorin e bombës me neutron. Qaj ban njëzve. Po ta respektova fjallën, me mirë besim. Unë kam thani, i kam thani atyre jo me mu. Ta respektova fjallën me mirë besim. Okej. Se ti shte për mu si kisha këtë fara të kafes. Më bëri diçka për shtypje të fjalimi Sa Kesit. më bes
përgjithsi fare O mbrete, të këta gjëra. se po flas unë tash. Më bëri diçka për shtypjet e fjalimit. E ka mundur me të ndjerë. Po Albano, të vendosësh rregulla muzikallin. Albano, ku e ke atë sapatën, vlla? Ma ato që qëlluan ato. Kena haru që... Ishte me hile. Çfarë janë këto batuta, ne nuk e përkrajmë dhunën. Që jo, si ishe për dhun, sapatën nuk kujtova për buxhetin. Ne kemi hapë buxheti këto... Prandaj i mërzit Eran, thot kjo. Eran, prandaj i mërzit. Pa ja mërzit tash se unë e kupton. Hajtë se kafe për ty do fusim. Po kafe po, aqësh 30% kafe qa, lutem. Do hash plera. Jo, ti ishe vetë aty. Plerat nuk do jenë më aq të mira. Albano, një gjë të fundit dhe ika. Urdhro. Urdhro ti. Më bëri diçka për shtypjet e fjalimit Kesi. Tha, ishim unë, tha, Esteri dhe Nuri. Shiko tash. Po pra, kështu the. Jo, me Nurin, edhe Esteri po thoshte mos e bëni. Po pra po, ishte time dy goca, 3 goca, se mori pjesë dhe ajo. Njëra me misë tjetra, njëra me bukse, njëra me sjelshme tjetra, dhe thonë, qa të bëjmë në gjithë të iki mëndja këtyre? Pse s'bët një bjurek? Të qëshin në gjesë, thoshin, wow, dyte mëndja për mirë, po s'kemi peshqire. Pse s'lani banjën? Natën, të qojnë, ta surprizojnë, wow, e pasë në gjesë. Kot fare. Ke një trequna këtu që të mbështesin shumë Albano në këtë që the. Albano, unë dhe Kesi kemi Men për e tjetër gocat. Njeri do t'ju iki mëndja gjithve, Ne po. kemi bërë Luana, po këto shofin vetëm... Jepi gjithve, Kur s'bëjmë... Jepi gjithve nga 5.000 euro kesh. Unë për shumë do ju thoja, Kesi, të bëni një super performance fantastike deri të premten ju 3 gocat, 4 sa jeni aty, të organizojni bashkë, na jepni një shfaqje fantastike si shka lezet të shohim nga ju. Këto këtë javë me 35% budget do shfaqin gjithë talentin e kulinarisë, do bëjnë 20 lloje gatimesh me patate, se aq do bëjnë 20 patate. Okej. Po shkëputëm tani nga ju, kthehem në studio. Kthehem në studio se kam një gjë shumë të rëndësishme, dua gjithë vëmendjen tuaj në këto momente. A jeni gati apo s'jeni gati? Unë në pjesë të 6 nuk do vi me xhaket, publicitet.